Ajola Xoza, bashkëshortja e kryebashkiakut të Tiranës Erion Velia, është thirrur në SPAK për të marrë në pyetje si person nën hetim. Xoza ka qëndruar në ambientet e prokurorisë së posaçme për rreth një orë, e shoqëruar nga avokati i saj. Ndërkohë bëhet me dije se Xoza nuk ka pranuar që të japë sqarime pasi ka deklaruar se do të pranojë të pyetet vetëm pasi të njihet me të gjitha aktet. Të njëjtin qëndrim një ditë më parë ka mbajtur edhe Veliaj përpara prokurorit Olsi Dado. Veliaj u shoqërua dje 20 mars nga paraburgimi i Durrësit në SPAK pasi ndaj tij nisi një hetim i ri, pasi dyshohet se ka thyer rregullat e paraburgimit duke folur me bashkëshorten me telefonin e një punonjësi të grupit të shoqërimit në furgonin e burgjeve për në gjykatën e posaçme. Telefonata u zbulua nga celulari i Ajola Xozës, i cili është vendosur në përgjim. Erion Velia ju arrestua në 10 shkurt i akuzuar për korrupsion pasiv dhe pastrim parash, ndërsa në mas detyrim paraqitje edhe për akuzën e fshehjes së pasurisë është në hetim edhe bashkëshortja e tij. 5 biznesmen akuzohen për korrupsion me mas detyrimi paraqitje, ndërsa sipërmarrësi Ilmana Bule në arrest shtëpie i dyshuar edhe për pastrim parash. Ajola Xoza paraqitet në SPAK lidhur me masën e vendosur ndaj saj, atë të detyrimit paraqitjes. Ditën e sotme ajo është paraqitur së bashku me avokatin Max Axhia dhe dyshohet do të merret në pyetje lidhur me hetimet.